Në një ditë me diell, një grup të rinj ngjiten në malin Dirande, pak jashtë qytetit Malawi, në Afrikën e Jugut. Ata janë të pajisur me litar dhe mjete të tjera sigurie. Pas një kontrolli sigurie dhe lidhjes së litarëve, njëri i vesh helmetën, bën duart me shkumës dhe fillon të ngjitet në mal, duke udhëhequr grupin. Pas kësaj, të rinjtë të tjerë në grup ngjiten dhe zbresin me radhë, duke mbështetur njëri tjetrin. Deri vonë, ngjitja në shkëmbim nuk ka qenë një sport popullor në këtë vend të vogël të Afrikës së Jugut, por sipas Climb Malawi, antarësimi në këtë grup thuhet se është rritur me mbi 150% në 2 vitet e fundit, me një pjesë të konsiderueshme të antarëve të rinj në moshën 25 vjeç. Sipas disa antarëve të grupit, aspektin social dhe sfidën mendore që paraqet ky sport, për më shumë kjo gjithashtu ua kthjellon mendjen dhe shohin atë si një formë terapie. Shumë të rinj sot po kalojnë shumë stres dhe probleme të tjera dhe një nga sportet më të mira është ngjitja në shkëmbinj, tha për Reuters drejtuesi i grupit Climb Malawi Mvuma. Kur vim këtu për të ngjitur në shkëmb, ndihemi të lehtësuar. Kjo ndihmon të mendojmë thellë se si të jetojmë një jetë me qëllim. Sporti na ndihmon të përqendrohemi më mirë dhe të marrim vendimet e duhura. Edhe pse pjesëmarrja në disa sporte ndahet sipas gjinis, këta të rinj e shijojnë faktin që kushdo mund të marrë pjesë. Priscilla Kandiero, një antare e Climb Malawi, e shijon ngjitjen në male, por edhe thyerjen e perceptimit se është një aktivitet vetëm për burra. Çfarëdo që mund ta bëjnë djemt, mund ta bëjnë dhe vajzat. Disa njerëz e shohin këtë vetëm si një sport për djemt, por jo, edhe ne vajzat mund ta bëjmë. Ndryshimi që këta alpinistë shohin tek vetja nuk është vetëm lehtësimi, është gjithashtu mënyra se si lidhen me të tjerët dhe se si ngjitja në male i mëson të jenë më të adaptueshëm, shpjegoi një antar i Climb Malawi, Artur Msiska. Duke qenë jashtë, unë vazhdimisht duhet të ndorroj gjuhë, sepse flas me njerëz të ndryshëm. Edhe fjalët që përdor vazhdimisht duhet i ndryshoj. Pra mëson shumë për përshtatshmërinë këtu. Kur nuk janë duke u ngjitur jashtë në natyrë, ky grup të rinj stërvitet në një mur për të ngjitur nëpër shkëmbinj në një palestër lokale, duke punuar në teknikën e tyre. Muri ndihmon alpinistin të përqendrohet në një gjë. Përvoja ka treguar se kur njerëzit vinë këtu, ata i harrojnë plotësisht problemet e tyre dhe gjejnë një mënyrë për t'i zgjidhur ato, ndërsa përqendrohen në marrjen e vendimeve në këtë mur. Pali mahodzi amene limayika munjira yosiyanasiyana ndi munthu makazoti upeze njira kuti ukafike no pamwamba. Në fillim procesi im i vendimarrjes ishte shumë i ngadalt. Më duhej shumë kohë për të vepruar, por tani jam në gjendje të marr vendime të shpejta. Kjo ndodh sepse kur ngjitem duhet të marr vendime të shpejta dhe të llogaritura për të arritur qëllimin tim. Ky grup të rinj janë optimist për të ardhmen e këtij sporti në vend, por edhe në rajon. Ekziston një shans i madh që ne të mund të garojmë në lojra ndërkombëtare. Këtu në Malawi kemi njerëz që janë shumë të mirë në ngjitje, kemi alpinistë shumë të mpret. Imagjinoni në një garë të kohëve të fundit në Zambia, Malawi doli i dyti. Kjo nuk është një arritje e vogël. Kjo do të thotë se ka një të ardhme për ne që të shkojmë larg dhe të marrim pjesë në gara të ndryshme. Ndërsa marrin pjesë në një sport sfidues, por që ofron një mjedis të ngrohtë shoqëror, alpinistët e rinj shpresojnë të vazhdojnë të arrijnë lartësi të reja.
Yeah, it's okay. Yeah.